kjo ka ndodhur, është dhe në përvojën fjerake, i lë ditë gazetarit, i lë javë të tëra pritjeje në derë për t'i dhënë një shpjegim. Pse ndodh kjo? Shiko, unë nuk dua të luaj rolin e oportunistit me media, por për vitës së vërtetës janë institucionet qeverise më të ekspozuara për të abuzuar me pushtetin që ato zotërojnë. Unë dua të them që duke patur atë forcën ose të asaj të kujtimit që ke një forcë që ta jep pushteti, mundosh që të reagosh, qoftë ndaj medias, qoftë ndaj shoqërisë, dhe janë këto faktorë që bëjnë të ekspozuar pushtetin për të abuzuar. Si duhet të jetë një lajm dhe dashakeqës të jetë. I del si detyra institucionit që preket nëpërmjet mundësive që ka, hapësirave që u lihen për të kundërpërgjigjur ose për të sqaruar fenomenet. Unë duke me aq dijeni sa kam, nuk kam vënë re kur në një media që të jetë abuzuese deri në ekstrem. Ndërsa reagime ndoshta të personave të veçantë, të pushtetive qoftë qendrore dhe vendore, janë të dukshme, janë të shpalosura në media kudo, mbase fieri, si bashki ose si rreth, nuk mund të jetë ekspozuar gjatë tyre gjërave, por ka pas raste flagrante të gazetarit në Lushnjë, kujtoj, të një gazetarit në Mirdit para disa ditësh, që kishte dhe shenja dhune dhe gjëra më tepër se bllokimi i mediash shumë lumaz do të analizoja gazetën Tema. Dhe pra unë do të këmbulja tek institucionet. Ato do të jenë më të hapura, më të gjendura, më loajale me median, me shoqërinë, me të gjithë komunitetin. Zoti Kazanxhiu, në fakt, juve ju çojnë në pozicionin tonë, thash dhe pak më parë. Ka patur raste kur juve si shoqëri civile keni kërkuar një informacion dhe ju ka ndodhur po e njëjta gjë siç shpreh më sipër? Për ne, kur ne kemi pasur aktivitete si shoqëri civile, media na zgjen punë, por unë do të them sepse kjo nuk ndodh me shoqëri civile, sepse ata thjesht do të pasurojnë punën e kryer për të përçuar një lajm ose një aktivitet të realizuar për të apreciuar komunitetit dhe për me dritare studio televizive, por kjo ndodh gjithmonë me pushtetarët për shkak se të krenarisë ose të mandatimit të tyre që ata nuk pranojnë kritika ose duan për shkak të kjo marrëdhënie juaja ka patur raste të tilla? Tek neve nuk ka ndodhur një gjë të tillë. Ne kemi pas marrëdhënie të mira, media ka përcjell lajmet, aktivitetit ka pasur, kështu që nuk kemi pasur raste të tilla. Edhe s'ka pse të ndodhë gjë në komunitetin, në shoqërinë civile. Por unë do doja që media të jetë edhe komunale, apo dhe të përcjellë të gjitha nevojat, të jetë pak e shtrimi për komunën sipas vendodhur, sepse atje është i përqendruar dhe komuniteti në problematikë. Ndoshta në zonë urbane i kemi më të integruar, i kemi më të përfshirë, më të civilizuar, ndërsa komunat nuk kanë këto aftësitë ose këtë civilizim le ta quajmë. Faleminderit zoti Pone. Një institucion që trysnon gazetarin, trysnon median, pse edhe dhun, duke marrë spunto dhe nga shembujt që përmendi zotëria. Po të flasim në tërësi, do t'i referohemi edhe një realiteti, sepse nuk bëhet fjalë vetëm për Bashkinë e Fierit, ne do ta trajtojmë pak në përgjithësi, ashtu siç hapi zoti Kanani temën, edhe kështu është. Ne do të kemi atë shqetësimin e madh si shqiptar, si antar të një shteti, thuaç 3 milionë ca banor, për mos të thënë pasaj gjithë hapësirën bashkëshqiptare. Shumë e hidhur kur në këto tëra instancat ndërkombëtare, sot në shtypin e ditës së sotme madje, thuaç jemi ndër 4 shtetet
të më ndërtë më të korruptuarit. Të shti, po të bim në mendime, në qënë se personalisht se cilët për nesh jemi këtu, ti e i korruptuar, do t'ishe shumë e hidhur. Kur thua për një administrat, kur thua për një, deri unë po hidhem deri te forcat politike, deri te pjesët e një shoqërie civile që janë të shumta, deri tek një familje caktuar që ti e korruptuar, atëri reaksioni shumë i madh dhe shumë i drejt për drejt. Ndërsa kur thua brenda një njësie, sigur i korruptori fshihet prapa të pakorruptorit. Këto është syri i medjas. Dhe rastet të tilla tregojnë që merr të çfarë shpërthen ujë ose pisleku në ndotja, edhe atëre s'kelet që tjetër përveç se të kalosh në ushtrimin e dhunës, sepse me forcën e ligjit, të logjikës, të arsyetimit njerëzor, ti duhet të mposhesh, duhet dorëzohesh, tamam si ai bokseri që mbasi jep një goditje finale bie knockout. Ka rënë knockdown, por në fund i themi ne knockout. Ai s'ka më numërohet deri në 10. Aty në fakt media s'ka bërë që tjetër i ka numërohet deri në 10. Ai nuk është në gjendje të ngrihet, por ai ka forca të tjera antimorale, amorale, që të kundërshtojnë me anë të dhunës. Edhe ne këtë dim, në na erdhi keq para disa ditësh, na erdhi dhe një shtetas i goditur, thënë, të shtrosh dhunën fizike primitive, është një gjendje apokalipsi, do thoshën, është një gjendje pranë katastrofës. Dhe ai një njeri ose një institucion që detyrohet të shtrojë dhunën si masë mbrojtëse, do më thënë ai ka vajtur në fund edhe ndaj këtyre gjërave për lëm ligjin të veprojë më vete. Por unë jam i bindur që nëse do të ndodhte në një njësi të pushtetit vendor, siç kemi në rastin tonë, dy zotërin të nderuar që përfaqësojnë Bashkinë e Fierit, sigurisht që do të zhvillohesh një reaksion i brendshëm për ta diskredituar. Kemi raste të shumta që denoncohen, qoftë në fiks fare, qoftë në në shtyp, për akte të ndryshme të korrupsionit e tjerë e tjerë. Por, duke qenë përfaqësues i medias, më dhem shumë rasti i një gazetari apo gazetare e cila shpif në mënyrë botërisht në mes të dritës së diellit, do të thënë vë fjalët e një titullari, aq më tepër një personalitet këtu për të nderuar siç është prefekti Zoti Bejdaj, edhe tim fjalët e tua më hedh mua për të arritur një qëllim, për të bërë një bum. Edhe unë e di shumë mirë në cilë gazet mund të ketë qenë, se e ka, më duket se nuk duhet bëj diferencimi midis mediave tona elektronike dhe po shtypi shkror se ku manipulon shumë tepër se sa media elektronike, sepse nuk është direkte një kronikë që ne do ta japim tash në orën 17, do të përçohet drejt për drejt gazeta kur të vëhet të nesër ose pas nesër, por ka dhe raste që kuptohet gazetari, këta nuk janë gazetarë, unë e kam thënë dhe sot një javë, këtu do të bërë dallimi, e them kuptimin e kulturës gazetareske, këta janë korrespondent, janë ndërlidhës, çojnë një informacionin e marrin jo me burime të sakta, ne dim shumë mirë, ne jemi gazetar, mundësisht a ke 4 burime, a ke 3 burime, por dhe ai, nëse në këtë rast shqyotër është një burim gjysmat që ka të bëjë me thashethemet, me llafet e pazarit, e diti që ka thënë filan personalitet tu, ka thënë kështu, me rap të shkrujmë edhe të hedhim bum, të shesim gazetën në i fjallë. Dhe rastet të tilla neve vërtet na dhëmbin, sepse na edhe diskreditojnë edhe si të është një ushtrit të gazetarëve në tërësi. Po, zoti Goroveci përmendi pak më parë për mbytyjet, dhe në fakt është një përvojë e hidhur për mbytyja, por edhe një bashkëpunim i bukur do ta quaja unë, sepse kështu ka ndodhur ndërmjet prefekturës dhe medias. Nuk e di sa ju janë gjendur, si e keni parë juve vetë, sepse ne po, është vërtet që në përmbushjen e funksionit vet, institucioni i prefektit Qarku të Fier sigurisht që është i lidhur edhe me ngjarjet të cilat shpesh herë qëllon që janë ngjarje të menjëhershme dhe që kërkojnë një pasqyrim të menjëhershëm nga media,
qoftë edhe për të dalë ndonjëherë edhe të keqes përpara, siç thon, dhe këto janë raste të emergjencës civile që kanë qenë kur është ndodhur institucioni prefektit përpara nevojës së një lajmërimi qoftë edhe të institucion të qytetit në përgjithësi apo edhe në rang qarku. Të tilla janë edhe rastet e rreshjeve të shumta që ka pasur, kur ka pasur raste që prurjet e lumenjve kanë qenë në shkallën më të lartë, kur kanë vajtur edhe në maksimumin e tyre. Në këtë rast, media është gjendur pranë dhe ka lajmëruar, është bërë lajmërimi në mënyrë publike me anë të medias vizive, kur gjendja e alarmit është dhënë në të gjitha komunat të cilat kanë qenë të rrezikuara dhe ato kanë qenë gati për të evakuuar, megjithse për fat të mirë nuk arriti puna deri në këtë rast, por bashkëpunimi ka qenë edhe në rastet kur ka qenë nevojshme për evakuimin e materialeve të rrezikshme që kanë qenë në depot ushtarake, dhe këtu është dhënë një lajmërim i tillë dhe për një herë pastaj janë marrë maset menjëhershme që të evakuohen municionet e rrezikshme të cilat janë mbledhur në vendet të caktuara. Ky bashkëpunim ka qenë i plot dhe shumë korrekt me mediat dhe besoj që do të vazhdojë të jetë i tillë në mënyrë që ky bashkëpunim i ndërsjell të jetë në të mirë të përmbushjes së detyrës qoftë të institucionit prefektit, qoftë edhe të medias dhe në të mirë të komunitetit. Po. Zoti Rexha, kur ju është gjendur, kur e keni parë si më të domosdoshme ndërhyrjen e medias dhe ajo është gjendur në çaste të vështira dhe çfarë ndihmë ju ka dhënë në raste konkrete? Për mendimin tim, dy momente ka që unë vlerësoj ndërhyrjen e medias. Momenti i parë është teqimi problematikës që ka komuniteti. Shpeshherë pushteti, institucionet e shtetit nuk arrin ta perceptojnë drejt çfarë kërkojnë qytetarët apo sa të kënaqur janë qytetarët për produktet që ka nxjerrë qeverisja. Pikërisht unë këtë quaj detyrën e parë të medias, e cila duhet të pasqyrojë problemet, hallet, kërkesat që ka komuniteti dhe shkallën e pëlqyeshmërisë së tyre ndaj produktit që ka nxjerrë qeverisja. Kjo është detyra kryesore. Dhe një detyrë të dytë që i vë medias është edhe anasjelltas pasqyrimi i punëve dhe i aktivitetit që bën qeverisja ose qeveria apo institucionet të ndryshme. Këto janë dy momentet kryesore në të cilat unë do të vlerësoja, domethënë punën e medias, por gjithashtu unë vlerësoj punën e medias edhe në një aspekt tjetër, jo thjesht në dhënien e zërit të komunitetit, por edhe të atyre që quhen grupe të interesit apo të punës dhe aktiviteteve që zhvillohen në organizata të ndryshme jo fitimprurse, që në fund fare edhe këto vetë pasqyrojnë problematikë të caktuar të një komuniteti të caktuar. Gjithashtu, vlerësoj punën e medias edhe në pasqyrimin e aktiviteteve kulturore, sepse media nuk ka thjesht rolin të të çojë mesazhin apo zërin e komunitetit, por edhe të kënaq komunitetin, të japi komunitetit një relaks të caktuar, pra një qetësi, qoftë një qetësi shpirtërore, qoftë një përmbushje emocionale, pra të të çojë në çdo familje vlera që mbartë në vetvete shoqëria. Dhe në rast se media arrin të përmbushi këto tre gjëra, unë mendoj se është një media e mirë. Biles është një media shumë e mirë dhe ditë të kryej detyrën e vet. Por domethënë që media, siç e thash parë, ka arritur cilësinë e vet, këto detyra po fillon po i përmbush më mirë, por po ndodh diçka tjetër. Dashamirësia ndaj mediave apo dhe ndaj reagimeve të shoqërisë civile nga ana e pushtetit ose atyre që ushtrojnë pushtetin nuk është fort pozitive, por janë shtuar dozat e tensionit, dozat e trembjes së medias, presionit ndaj medias, dhe në këtë rast nuk dua të flas si një pjesëtar i bashkisë, si staf i bashkisë, po do flisja si një qytetar.
pra vendos veten në rolin e qytetarit. Perceptimi është i tillë që ndaj medias dhe ndaj shoqërisë civile nuk është më ajo dashamirësi, ose prija nuk është fort pozitive. Po një përqasje të tillë japin edhe institucionet e tjera ndërkombëtare të cilat monitorojnë dhe janë të specializuar në monitorimin e lirisë së fjalës apo lirisë së medias. Raportin që vendos media me pushtetin. Prandaj unë them që sot ne si shoqëri kemi detyrën që të ushtrojmë presion dhe të ushtrojmë gjithë ndikimin ton për ta ndryshuar këtë marrëdhënie, për të kthyer përsëri shikimin nga media, për t'i dhënë asaj hapësirën e nevojshme. Kuptohet, jo mediat që janë abuzive. Flasim për ato media që dinë të çojnë lajmin, dinë të çojnë problematikën atje ku duhet, por në fundit dinë të kënaqin publikun me emisionet dhe programacionin e tyre. Pra unë kështu e shoh rolin e medias dhe rolin e medias e shoh të lidhur ngushtë me komunitetin. Domethënë dhe me grupet e tjera të interesit apo organizata dhe shoqëri civile, domethënë të çdo lloji natyre. Po. Dhe për ta mbyllur bashkëbisedimin e sotëm, zoti Kanani, në vijim të idesë zotit Rexha, a mendoni një skemë dhe cila do të ishte skema e një bashkëpunimi të mirëfillt mes këtyre tre hallkave që ne përmendëm dhe diskutuam në mbrëmjen e sotme? Unë një doja të thosha që një media nuk është një fatkeqësi qoftë dhe natyrore që ta bëjë të spikatur në lajmin që jep. Por për mua çdo lajm, çdo investigim është i nevojshëm të pasqyrohet. Kjo është për sa i përket media. Nësa te shoqëria civile ka ikur, unë them se ka kaluar pak ajo koha që të bëj vetëm evidentimin dhe dhënien e një mendimi, ka shi një programi ose një problemi që mund të jetë. Unë do të shkruaja diçka më larg. Shoqëria civile duhet të ketë edhe ajo projekte të vetat, qoftë edhe konkurruese të institucioneve, që ato të gjejnë, në rast se do të jenë vërtet konkurruese, do të jenë fituese, në fjalë do të jenë më afër komunitetit, le të jenë edhe ato fitueset, le të bëhen ato një mjet shpëtimi problematikave që mund të ketë komuniteti. Pra unë them që shoqëria civile të ketë ajo projektet që të konkurrojë institucionet. Qartë, zoti Pone, dolëm në një temë të mpret në fakt, edhe pse jemi në fund të bisedës. Të vazhdoja zotin Kanani, dy zotërinjtë. Ashtu siç ju keni atë në tërësinë e punës tuaj, siç keni planifikimin, një lloj programacioni, ku do të përqendrohet analiza e Këshillit Bashkiak në 2009, cilët janë përveç punës, pasaj punëve të tjera të rëndësishme që i sjell realiteti përmes vendimeve të qeverisë e të tjera. Në të njëjtën kohë e nënvizoj që e njëjta gjë kërkohet tjetër edhe në kuptimin e shoqërisë civile, që ne në të dy rastet media përthith informacionin. Por këtu do të bëjë një shtesë që do të ketë parasysh edhe teleshikuesi i gjerë. Nuk u vjen vetëm se një nga shtyllat janë edicionet informative. Një pasuri e madhe në një media janë emisionet, të cilat në mënyrë të vazhdueshme i përmbahen strukturës së një realiteti, domethënë, por ato ecin dhe pasurojnë, siç është në rastin konkret qyteti im, shtëpia ime, që gjatë kësaj kohe që trajtohet është pasuruar, që po të shikosh të gjitha të lidhura së bashku, kanë gjallë një lloj interesimi mjaft të gjerë në komunitet. Do të nënvizohet tash pjesën tonë, tash edhe ne, në qoftë se prefektura ka një